Përshëndetje dashur miq, jemi rikthyer sërish në Kult VIP me një të ftuar shumë të veçantë dhe speciale për mua. Do ta cilësoja si ikonën e televizionit shqiptar. Sot bashkë me mua Sonila Meçi. Ilga, çfarë prezantimi. Sonila, falenderoj shumë që je këtu dhe është kënaqësi për mua. Është kënaqësia e gjitha imja, Ilga. Shumë e madhe, sidomos podcastet i pëlqej shumë. Këto bisedat që janë sy me sy, se duket sikur kemi huazuar një shprehje të kryeministrit, por në rastin tënd bëhet më interesante sepse ato që të du që të ftojnë në një kështu oqean të pafundëm, por të paqë, jo më dallk. Janë shoqërues shumë i mirë çfarë do lloj bisede. Elga, faleminderit për ftesën. Të falenderoj edhe unë shumë. Do doja të di kur ka nisur karriera jote, Sonila? Karriera ime televizive. Po, patjetër. Nis në eksaktësisht do ta them, në qershor të vitit 2001. Për një kampionat europian, futbolli dhe nga aty më pas më thithi një botë së cilës